Finalizohet operacioni policor i koduar Nightfall për goditjen e një rasti të armbajtjes pa leje. Qarkullonte me armë zjarri pistolet me silenciator në automjet, kapet në flagrancë dhe vjet në pranga 19 vjeçari. Vjet në pranga dhe drejtuesi i automjetit për mos kallëzim krimi, sekuestrohet arma e zjarrit. Në vijim të punës për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të armbajtjes pa leje, sektori për hetimin e krimeve të rënda DVP Vlorë, në bashkëpunim me seksionin për mbështetjen operacionale të hetimit bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, organizuan dhe finalizon operacioni policor të koduar Nightfall. Gjatë këtij operacioni në mbrëmje në aksin rrugor Orikum Vlorë, në radhim është ndaluar për kontroll një automjet tip Mercedes-Benz, në të cilin qarkullonin dy shtetas. Në momentin e ndërhyrjes së policisë, pasagjeri ka erdhur nga automjeti një çantë dhe ka tentuar të largohet me vrap, por është shkapur me njëherë nga shërbimet e policisë. Gjatë kontrollit në çantën Marsuk, u gjet një armë zjarri pistolet me silenciator e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Në përfundim të veprimeve, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë arrestuan në flagrancë shtetasit. BK 19 vjeç banues në Orikum për veprën penale mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. BK 34 vjeç banues në Orikum për veprën penale mos kallëzimi i krimit. Në drejtimin e prokurorisë vijojnë hetimet për rastin. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.